Ka mbërritur në Shqipëri aktivisti Baki Goxha, i cili u ndalua së bashku me qindra të tjerë në flotiljen humanitare nga izraelitët. Ai rrëfeu edhe momentet kur u ndalua në det dhe dhunën e përjetuar. Jemi poshtëruar, tha aktivisti Goxhaj, na lidhën duart, na morën zvarr dhe kur bëra rezistencë më lidhën edhe syt. Kemi shëndruar me kokë poshtë, tha aktivisti i Free Palestine, ndërsa tregoi se 3 ushtare goditën para se të zbriste nga anija. Në rrëfimin e tij për lotur, Goxhaj tha se ata bëshin grupe i dhunonin, ndërsa u shpreh se ndihet krenar që ishte pjesë e flotiljes që sensibilizoi botën. Një grup aktivistësh dhe familjarë pritën Baki Goxhaj në aeroportin e Rinasit mes tyre dhe një izraelit me të cilin u përqafua mes lotësh. Goxhaj u ndalua nga autoritetet izraelite në ujrat ndërkombëtare, pjesë e flotiljes Sumud, e nisur për në Gaza me një mision humanitar. Goxhaj në rrëfimin e tij të parë dhe emocional sa preku tokën shqiptare, tregoi për torturat çnjerëzore nga ushtarët izraelit të cilët dhunonin në grup aktivistët, të cilët u toroqën zvarr nga anijet e tyre dhe u hipën në një tjetër ku u mbajtën të mbyllur për 2 ditë e 2 net, të trajtuar si bagëti, ndërsa u është dhënë edhe vetëm ujë e bukë thatë për të konsumuar.